Mirë, do të flasim sot për kulturë, pasi është çelur edicioni i 16 i ekspozitës Pranë Verart. Ekspozita në fakt përfshin shumë artistë me teknika të ndryshme dhe ky festival është një iniciativë, edicioni i këtij festivali, sepse mund ta quajmë edhe kështu, është një iniciativë artistësh të lirë në kategorinë e pikturës, skulpturës dhe qeramikës. Kam kënaqësinë që këtë mëngjes në studio të flasim për këtë festival, jo vetëm për artistët, për rëndësinë që kanë mbi gjitha artistët e rinj për vazhdimsinë e artit në kultura të ndryshme. Në studio këtë mëngjes jemi me zotin Maksim Bushi, skulptor, por pjesëmarrës në ekspozitë, por gjithashtu edhe një nga organizatorët. Mirëmëngjes, faleminderit, kënaqësi profesor, që jemi bashkë për të folur për këtë ekspozitë në këtë edicion të 16. Ndërkohë bashkë me ne është edhe përfaqësuesja e galerisë, gjithmonë e pranishme në mëngjeset tona, Tana Galemaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Gjithmonë kënaqësi. Profesor, e nisim bashkë, besoj me shumë vullnet, këmbgulje, keni mbritur në edicionin e 16 të kësaj ekspozite, mund ta quajmë edhe festival, apo jo në një farë mënyrë, duke qenë se ka shumë llojshmëri le temi artistësh, festivali i artit, besoj një përpjekje shumë e madhe. Po si vjen ky edicion i 16 kësaj here? Në 2010-ën, pasi bëshin disa ekspozita dhe ato ishin pakta atëre, unë ndërmor një grup, mori iniciativën që të formonte edhe një ekspozit tjetër që të ishte me piktore, me skulptor. Edhe, them drejtën, u arrit. Dëshira e mirë ishte, fillimisht ishin pak jo shumë optimist, por mënyrën se si organizuam, gjetëm sallën, u bashkuam të gjithë piktore, skulptor, dhe e hapëm ekspozitën e parë. Kështu që vazhdoj nga edicionin në edicion, ja ku jemi sot në edicionin e 16 të saj. Me gjithë vështirësitë që kemi hasur, sidomos në paraqitjen në salla edhe në sponsorizim. Si vjen ky edicion me një pjesëmarrje, le themi, janë mbi 60 artistë. Një shifër do duhet ta themi e konsiderueshme, mbledhet 64 artistë së bashku, piktor dhe skulptor, ka besoj padyshim diversitet. Këtu kur flasim jo vetëm për llojin e artit që ata përfaqësohen, por edhe le të themi, është edhe një ekspozitë edhe për te kufive të Shqipërisë, kur flasim për pjesëmarrjen. Po. Domethënë kjo është një ekspozitë që nuk qëndron vetëm brenda Tiranës ose brenda Shqipërisë, po ne kemi organizuar që të marrim edhe për te kufive. Kemi piktorë që na vinë nga Italia, shqiptar natyrisht, nga Greqia, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, bile edhe nga Lioni, Francës, kemi edhe një shok skulptor që ka kryer. Pra e kemi përzier këtë punë, kështu kemi dhënë mundësi. Jo pa qëllim, besoj. Jo pa qëllim. Ashtu siç ndërthuarim edhe të vjetrit me të rinjt, kështu përpiqemi që ta kemi ekspozitën sa më të larmishme. E qartë. Tana, besoj është diçka le të themi me shumë vlerë. Natyrisht kesh një ekspozitë të tilla niveleve, natyrisht edhe për profesorin, gjithashtu edhe kolegun që kanë organizuar për 16 vitesh të ekspozitë, por edhe forma natyrisht që vjen edhe kësaj here çelëdyer të Galeria Tirana. Është shumë e vërtetë. Unë mendoj që suksesi kryesor i ekspozitës Pranë Verart është jetëgjatësia që ajo ka krijuar tashmë në 16 vite. Unë e di pak duke njohur profesorët, duke njohur të gjithë artistët dhe aktivitetin e tyre që nuk ka qenë e thjeshtë ta vazhdojnë dhe ta sjellin për 16 edicione me radhë, por ata kanë patur sigurisht atë synimin, dëshirën e mirë për ta bërë këtë ekspozitë vit pas viti dhe e kanë arritur. Është viti i dytë që ne i hapim dyert tona për ekspozitën Pranë Verart, edhe edicionin e 15 e kemi çelur në galerinë tonë. Është shumë kënaqësi sepse janë emra të rëndësishëm të artit pamor shqiptar. Mendoj që një nga gjërat më të rëndësishme është që edhe vetë organizatorët dhe vetë artistët në këtë ekspozitë nuk kanë qenë vetëm të ngulmuar tek një grup emrash, por kanë hapur gjithmonë ato dyert për emra të rinj në grupin e tyre, vit pas viti ka artistë që i bashkohen ekspozitës, pavarësisht artit edhe moshës. Dhe kështu e kemi konsideruar dhe ne një nga ekspozitat më të rëndësishme, patjetër. Nuk është e thjeshtë të kurosh dhe të vendosësh në një hapësirë me 3 salla, një ekspozitë me 64 artistë, me tematika, me teknika të ndryshme, po eksperienca ka bërë të vetën edhe me vetë artistët, po edhe me ne,
ne, për ta sjellë në jetë ekspozitën dhe për të sjellë te publiku shqiptar një ekspozitë që duket sikur i qëndron atyre metodave edhe të hershme, por që bashkohet edhe me të tashmen dhe me të ardhmen, duke qenë se ka emra të rinj dhe artistë që eksplorojnë metoda të reja të artit. Profesor, gjithsecili prej artistëve natyrisht kërkon vëmendjen e tij ndaj publikut, duke qenë se përmendi edhe pak të ana, le themi anën e kurimit të ekspozitës. Është e vështirë trajtimi në një formë i 64 artistëve për të pasur gjithsecili, le themi, protagonizmin e vet. Po ka pasur disa probleme, po problemi kryesor ka qenë këta artistë, piktorë, skulptorë të brezave të ndryshëm. Si do qëndrojnë me njëri tjetrin, si do qëndrojnë, kanë mentalitetet të ndryshme, teknikat të ndryshme, shprehen ndryshe, me radhë, kjo është dhe bukuria e ekspozitës. Po mbi të gjitha, ne na ka shqetësuar kjo, si këta dhe ky grup me këto përmasa, si do qëndrojnë në këto ambiente kaq të vogla që ne me zi gjejmë atë që tha dhe Tana që përmendi, edhe prandaj ne falenderojmë shumë edhe punonjësit e galerisë. Ta në veçanërisht nga kanë dhënë shumë afër për të gjitha problemet që ne kemi pasur, edhe jemi vërtet mirënjohës për këtë. Patjetër. Profesor, për të hyrë pak më shumë te krijimtaria, ndoshta është e vështirë patjetër për ne për t'i përmendur të 64, për të veçuar disa prej tyre, që ju i keni spikatur, ndoshta artistë me eksperiencë, por edhe të rinj që kanë ardhur pranë të dështimit tuaj artistik. Përveç neve të moshuarve, po themi kështu, Lazar Taçi, mosha ime, që marim pjesë të gjithë, Lambrini Dena, me radhë kemi këtu Arminda Laçej, me radhë Idris Balani, që jemi të përhershëm në këtë kështu, kemi dhe një brez të mesëm, edhe kemi dhe të rinj. Ka qenë një karakteristikë në këtë ekspozitë, që kjo ka qenë ekspozita e parë që ne pranonim piktor dhe skulptor, kurse të tjerat ishin me pikturë. Kjo është ekspozita me piktore me skulptor. Bile tek neve ka marrë pjesë edhe ata që nuk janë me, që janë në panteonin e artit tonë, si për shumë Jusen Devolli, Wilson Kilica, Sali Shijaku, Niko Progri, e të tjerë që kemi si përzgjidhni, profesora, ka shumë interes? Lektasi të moshave të... Si përzgjidhni, le të themi, si vendosni për pjesëmarrjen? Jepni të gjithëve hapësirë apo grupi fillestar ishte dhe kush nuk përgjigjet në ekspozitë, atëherë e zëvendësoj me një të ri. Edhe këtë mënyrë kemi bërë. Këtë mënyrë keni zgjedhur. Edhe nuk ka dalë keq. Unë mendoj që ka shumë interes, sepse është shumë e rëndësishme për artistët në kushtet që është arti dhe kultura në vendin tonë të kenë mundësi të ekspozojnë punët e tyre. Dhe ndonjëherë në mos një ekspozit personale, një prezantim personal, pjesëmarrja në grupe u jep atyre një mundësi për tu përfaqësuar. Ekspozitat kolektive janë shumë të rëndësishme, edhe përballja me njëri tjetrin, edhe përballja me publikun në një ekspozit kolektive nuk është e thjeshtë. Dhe mendoj që artistët që e marrin atë iniciativën duhen vlerësuar. Ata vlerësojnë hapësirën, vlerësojnë grupin, por nga ana tjetër vlerësojnë dhe publikun duke u bërë pjesë e këtyre ekspozitave. Kështu që mendoj që është shumë e rëndësishme që me kalimin e viteve emra edhe të rinj i bashkohen kësaj ekspozite krahas atyre emrave të vjetër, po themi që kanë qëndër të parët në ekspozit, janë akoma dhe ekspozohen vit pas viti. Tana, të gjitha punimet, të gjitha veprat janë shumë të bukura, kanë nevojë për publikun që i shikon që t'i kuptojnë në radhë të parë, t'i interpretojnë, sepse është shumë relative kjo çështja e interpretimit. Ne na gëzon fakti të paktë ky është një grupim që ka dhe pjesëmarrje. Jo në pjesëmarrje artistësh, shumë kush na ka kritikuar, ore jeni shumë. Po sa mirë që jeni shumë, si mund të kritikohet kjo? Edhe bile habitën të që sa mirë shkoni dhe po vazhdoni. Se ka edhe ndonjë koncept që jo sa më pak tjerë, mblidhen 2-3, dhe ashtu ka, edhe ka në botë, të bëhen plot, edhe me 5 veta, edhe një njeri. Por këto ka një të mirë që atë që tha dhe Tana që njeri që nuk ka mundësi të sponsorizoj një ekspozit vetë, a i hynë në grupin. Se mos të marri pjesë, është një formë promovimi, stimulimi për vetë artisti. Ka nevoj se do paguhet salla, apo do paguhen shumë gjera. Pa tjetër, ka shumë element. Kjo është mira e ekspozitës grupit. Po për të mbetemi pak Tana të pjesa e krijimtarisë, thash është e vështirë ndoshta për të komentuar gjithë pavarësisht se i kemi pamjet, po këtë do të veçoje.
kush të bën më shumë përshtypje? Dëgjon, në këtë ekspozit unë do doja të ndaleshim tek disa vepra, po besoj mund të ndalemi për të nxitur edhe publikun për të shkuar. Duke qenë se janë shumë punime dhe këtu po tregojmë shumë e sinqert, jo vetëm si përfaqësuese e galerisë. Përshtypje ishin 3 të tilla. Mos gaboj? Po unë do të thoja që janë edhe skulpturat, se duke qenë që janë shumë punime dhe janë shumë artistë dhe janë dimensione edhe të ndryshme hera herës, skulpturat ndoshta nuk janë të parat që vëjmë re në këto ekspozita, sepse janë duke qëndruar në një qosh aty dhe për mua janë shumë të rëndësishme, më pëlqejnë shumë, janë sigurisht më pak skulptura se sa piktura në këtë edicion, nëse jam e sakt, dhe mendoj që janë shumë bukura, sjellin diçka të re nga njërat e tjetra. Normalisht portretet janë gjithmonë për të studiuar, sepse është ajo brëndësia artistëve që zgjedhin një personazh të caktuar, ndoshta nga jeta e tyre e përditshme, ndoshta jo, dhe mënyra se si e transmetojnë është shumë interesante. Unë mendoj që një nga gjërat më të rëndësishme është që ekspozitat lën vend për interpretim dhe këto punime lën gjithmonë vend për interpretim dhe secili person, vizitor që vjen i sheh ato nga afër ka një përshtypje ndryshe, ka një përshtypje pozitive mbi të gjitha, sepse vlerësohet iniciativa e artistëve po edhe puna e tyre, sepse janë punë të realizuara me shumë seriozitet nga vetë antarët e grupit dhe pjesëmarrësit në ekspozitë. Profesor, do ndash ndonjë krim apo është e vështirë për një organizator le temi, se duket sikur i vendos një çmim kur i ndan, por më shumë për kurreshtjen e publikut, po tek të rinj, po për t'u dhënë rëndësi aty. Për të ekspozitës që ka teknika të ndryshme. Dhe si vjetën e patëm për shembull në mermer, në bronz, në rezin, në keramik, pra ka larmi edhe teknikat. Po. Edhe kjo ishte një vlerë e ekspozitës. Ekspozita, le temi pjesa më e madhe artistëve, i kanë punimet e tyre, i kanë punuar enkas për këtë ekspozitë, si thua është dedikuar. Ky është një nga kriteret. Po, krijimtari të re. Punë të pa ekspozuar. Kjo është i kushti i ekspozitës. Këtu Iva mund të theksojmë diçka shumë të rëndësishme që disa nga artistët që janë ndër më të vjetrit e grupit vazhdojnë të punojnë dhe kjo është shumë e rëndësishme që ata janë emra të vjetër, por kanë punime të vitit 2025 dhe kjo duhet vlerësuar patjetër sepse jo gjithmonë i kanë kushtet për tu ekspozuar, ama nuk heqin dorë nga krijimtaria dhe vazhdojnë atë dhe unë mendoj që kjo është një nga ato gjërat që duhet vlerësohen më shumë tek ta artist. Artistët natyrisht tek ekspozita. Profesor, ndalemi pak në veprën tuaj, sepse dhe ju përfaqësoni në këtë ekspozitë, vini me një vepër natyrisht shumë interesante, me pak ironi dhe padyshim mesazhe aty brenda, dita e balonave. Dita e balonave. Unë kam një cikël të tillë kështu. Pra është një vazhdimsi le temi. Po, edhe kam një cikël të tillë në sensin e groteskut dhe të ironisë, kuptohet, me tema sociale që na shqetësojnë. E si vjetë pata këtë dita e balonave, e balonave të vërteta që ngrejnë fëmijët edhe ca balonave të tjera që po na mbushin qiellin të tipit dron ose B2 Spirit, edhe ky është i tërë kompozimi im. Unë kam shprehur këtë në një teknikë, se kisha një shqetësim, si mund shprehet sa më mirë kjo. Atëherë zgjodha teknikën e kartonit, letrës edhe telit. Edhe them se është arritur ai mesazhi që unë kisha dhe ka marrë shumë përgëzime dhe nga kolegët. Cilat kryesisht ka ndonjë koment që të ka bërë përshtypje? Plot aty në Facebook ose në sallë që ka komente që po të rinë ç'mendojnë? Se duke qenë se e kemi në qendër të vëmendjes gjithmonë. Është e rëndësishme edhe mendimi i tyre. Janë të interesuar për teknikat e reja, kupton që i jep dhe teknologjia sot. Dhe ky është një nga probleme plus traditave, teknikave që janë tradit, janë dhe teknikat e reja. Bile deri tek inteligjenca artificiale që po krijon një farë kakofonie kështu në rrjetet sociale duke krijuar dhe imazhe të pëlqyeshme dhe të papëlqyeshme, ose duke sikur zëvendësohet arti figurativ, po kjo nuk ka për të zëvendësuar kurrë. Nuk ka se si. Edhe truri i njeriut që gëzon dhe gabon, kurse si roboti nuk duhet ta zëvendësoj. Profesor, ju përgjatë gjithë viteve dhe eksperiencës tuaj natyrisht si artist,
keni parë natyrisht edhe evolimin e artit në Shqipëri, artistë në format ndryshme, teknika, ju sa po e përmendët në fakt që padyshim që nuk mund të arrihet as kurse si forma që njeriu mund t'i japi artit, pavarësisht kategorisë së tij. Si e shikoni sot le të themi artin në Shqipëri, profesionalisht pikë së pari, pastaj për të ndalur ndoshta edhe tek ndihma dhe mundësitë që kanë sot nga institucionet përkatëse artistët e rinj, po gjithsesi tek forma dhe tek vetë arti do doja të ndalesh. Si e shikoni le të themi, ka një lloj evolimi, a ecim njësoj e paralelisht ndoshta edhe me vende të tjera artistët në Shqipëri? Natyrisht që ka ndrruar koncepti, nuk është më ai koncepti i më shumë tek abstraktja, gjithmonë më shumë po. Por ndihet përpjekja për të qenë bashkohor, për të qenë dhe të pranueshëm, për të kaluar kufit. Dhe ka shumë përpjekje dhe ka artist. Është përshtatje apo vjen në formë natyrshme, le të themi tek artistët? Jo, kjo vjen dhe natyrshëm. Ka artist që kjo i vjen natyrshëm, edhe janë brenda natyrës tyre, ka artistë të tjerë që kanë dalë dhe nga vetja. Duke u përpjekur, duke si thosh, duke e... Ndoshta për të dukur më bashkohor. Po jo domosdoshmërisht mund të jesh. Po jo në esencë nuk janë të tillë. Po absolutisht, sepse ne atë që themi gjithmonë edhe për artist, qofshin shkrimtar, piktor apo skulptor të skaluar, është që themi sa aktual janë. Kështu që nuk ka lidhje me kohën ndonjëherë arti. Natyrisht kjo ndodh këtu brenda që ka dhe suksese, ka përpjekje, ka energji të reja që për ta parë ndryshe. Sidomos ata që kanë vajtur jashtë, ka disa që vërtet janë të njohur. Në disa vende që kanë dhe punën në vend, kanë punë, vepra të vendosura në ambiente dinjitoze kudo në Evropë. Patjetër. Tana, si shikohet ky le të themi dialogu i brezave në këtë rast, por edhe i artit bashkohor me atë klasik? Është e vështirë në fakt për të përcaktuar, por Po është e rëndësishme që duket sikur breza të ndryshëm artistësh e gjejnë gjithmonë një gjuhë të përbashkët. Ndoshta sepse ata e gjejnë mënyrën për të qenë aktual, ndoshta sepse i bashkon teknika ndonjëherë. Nuk besoj që ndodh shpesh të i bashkoj tematika apo emocioni, sepse secili prej tyre përjeton emocionet ndryshme për të nisur apo për të përfunduar një punë. Megjithatë, e gjenë gjuhën e përbashkët dhe vinë edhe në ekspozitat të tilla, të përbashkëta, kolektive dhe duken bukur. Unë mendoj që ekspozita pranë Verart është një nga shembujt kryesor që tregon se si një brezë artistësh që nga viti i parë i qëndrojnë kësaj ekspozite, ama her pas here i hapin rrugën edhe artistëve të rinj, i marrin ata të bashkohen me ta dhe ekspozohen së bashku pa dallimin e moshës, e brezave, apo edhe pa dallimin e mënyrës se si ata krijojnë. Sepse unë jam shumë dakord me profesorin që thotë nuk zvendëson dot inteligjenca artificiale emocionin e artistit apo reflektimin e vetë artistit, sepse nuk ka emocione. Është e pashmangshme që metodat të inteligjencës artificiale apo të teknologjisë të bëhen prezente tek artistët në mënyrën se si ata krijojnë. A do ta kryej në këtë rast arti vërtet funksionin e tij, sepse funksionin që ka dhe emocionin që ngjall tek publiku, pavarësisht mund duket diçka shumë perfekte në ngjyra, në ashtu siç duket çdo gjë që del prej inteligjencës artificiale, po përjetohet, përjetimi është i njëjti, kjo patjetër do të bëjë një dyshim ose e konfirmojmë që nuk mund të jetë, po, e shkuptot arti nga ndjenja. Ndërkohë që qëllimi është pikërisht ndjenja. Pikërisht gjithë ky stimulim. Profesor, jeni në edicionin e 16, padyshim ju e thatë edhe në fillim, sfidat nuk kanë qenë të mëdha, sepse natyrisht që arti kërkon financim, përpos se bëhet fjalë për diçka tërësisht lidhur me talentin edhe shumë shpirtëror. Por e shikon vështirësinë e artistëve të rinj sot në Shqipëri, pavarësisht kategorisë artit dhe llojit që i përkasin, për të financuar, për të pasur mundësi ndoshta edhe më shumë të tilla festivaleve apo të tilla ekspozitave. Si të thash, ajo pengesa e parë ka qenë ajo e sallave, pa ajo në një të ardhme edhe mund të rregullohet. Po gjithsesi është një harë kohor që do të ka krijuar bështëqet e veta. Po shqetësimi kryesor ka qenë ajo të sponsorizimi. Mos sponsorizimi i këtyre grupeve nga shteti edhe nga ministria ose bashkia. Neve të them drejtën kemi kërkuar gjatë 16 vite, jemi sponsorizuar vetëm 3 herë. Dhe prap keni arritur të vini në edicionin e 16. Jemi mbështetur si në atë kohë me forcat tona,
katalogun që e botojmë me forca tona. Falenderojmë Galerinë e Tiranës që të paktën atë pjesën që na ka mbështetur, që nuk e paguajmë sallën, por vetëm katalogun. Përpjekja shumë individuale. Sidomos tash të rinjve, kjo është e dilema. Të rinjt janë tash në dilemë. Kanë nevojë për patjetër mbështetje. Si mund të jetohet? Dilema është këtu, a mund të jetohet me art, me ekspozita? Nuk mund të dilet. Disi e vështirë. Duke pasur parasysh edhe a do që ndrojnë këtu, apo i mban vendi këtu, apo do shkojnë gjetë për t'i harxuar gjitha energjitë. Si rezulton, paktën me ata artistë të rinj që ti ke mundësi të komunikosh, do të qëndrojnë apo do të largohen? Këta që na vinë në ekspozit duke që do qëndrojnë. Se ata që nuk na vinë duke që po presin biletën për t'ikur. Por ne kemi një shqetësim tjetër kështu edhe gjithë në media, sidomos për artin. Shumë pak flitet për artin. Shumë pak. Nuk ka shumë hapësira promovimi, çfarë e largon, le të themi më shumë, edhe nga publiku. Kronika e zezë është me shumicë, ku vjen puna, biseda, jo vetëm kronika, jo vetëm kjo që është shumë pak për ne. Se kjo është informacion se sa një diskutim problemor që mund tjetë, po biseda mund bëhen studio, si që zihen ata analistët në darkë atje për problemet duhet të ketë edhe kritik të artit, edhe kulturës. Ashtu kemi qef të zihemi edhe ne për problemet e artit me njëri tjetrin, në kuptimit të gjejmë gjuhën, të lvizim që nga vendi këta. Edhe nga vetë natyra jonë duke qenë e artit figurativ, jemi fjalë pak. Kur gjitha ato fjalët, gjitha ato romane që ne kemi trurin të një shprejmi në të artë që quhet i palëvizshëm aty, po që është një botë e tërë që lëviz brenda ti. E këtë të duam nga media. Patjetër, është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Ne jemi përpjekur në fakt mëngjeseve. Edhe kjo na prek shumë, them drejt. Patjetër, ne përpiqemi mëngjeseve të ndjekim gjitha aktivitetet kulturore, me aq sa është mundësia dhe hapësira, por gjithsesi natyrisht që duhet edhe më shumë, jo vetëm për vetë artistët, por gjitha edhe për të edukuar, për të kulturuar edhe brezin e ri për të qenë dhe për të rritur më pranë artit. Dhe tana për ta mbyllur, një pyetje në fakt është teknike, por nga ana tjetër edhe shpirtërore për ne publikun artëdashës. Lajmet që Galeria e Tiranës do të zhvendoset. Çfarë do të thotë kjo? Do të qëndrojë për një kohë e mbyllur, do të vijojë të jetë hapur për artistët dhe për publikun, si është qasja më duke vlerësuar të gjitha hapësirat që na keni kushtuar ju në kaq vite, kemi qenë shpesh bashkë, kanë qenë shpesh këtu artistët që kanë prezantuar punën dhe ekspozitat e tyre. Edhe është një hapësirë e rëndësishme duke i qëndruar asaj që thot profesori, që ka gjithmonë nevojë dhe dëshirën për hapësirë, për kulturën, për artin. Nuk bëhet kurse si fjalë për një mbyllje të galerisë, sigurisht është çështje teknike, hapësire, lokacioni, vendodhje. Jemi në procesin e kërkimit të një hapësire të re. Unë jam shumë e sigurt që ne do të jemi prapë këtu bashkë duke folur për aktivitetet tona, sepse galeria ka një kalendar të ngjeshur i cili pra bëhet fjalë vetëm për zhvendosje ambienti, të dytë më pas do të vazhdojë. Kështu që dua që të gjithë të qëndrojmë të qetë për faktin që galeria do të vazhdojë të jetë e hapur, megjithatë pozicioni, lokacioni do të rishihet. Ndërkohë pranverart për sa kohë do të qëndrojmë? Deri në datë 28, presim të gjithë publikun të vitë ta shohë. Tek rruga e Kavajës është galeria, mos harroni. Nga ora 10 deri në orën 6 pasdite do të kenë mundësinë të shohin aty profesorin, kolegët e tij, artistët pjesëmarrës, sepse unë dua të theksoj një gjë nëse ma lejon në këto momente të fundit, që është shumë e rëndësishme që artistët e brezit të kaluar e kanë me aq shumë dëshirë dhe kontaktin me publikun, sa janë çdo ditë aty dhe japin mundësinë të gjithëve që të ndajnë dhe mendime. Ju falenderoj shumë, profesor Kënaqësi, uroj që do të kemi kënaqësia është e jona dhe uroj që do të kemi edhe nderin që t'ju kemi edhe herë të tjera, ndoshta për të folur pak më shumë dhe për ta njohur dhe punën tuaj personale për tek kësaj ekspozite. Tana je gjithmonë në mirëpritur, presim lokacionin e ri, ne do jemi gjithmonë pranë juaj. Faleminderit dhe ditën bashkë me publicitet, rikthehemi pas pak me bisedën e radhës.